Po, përshëndetje, di pranë periudhe për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini, po paraqitemi këtu pranë stacionit të policisë në komunën e Skënderajt, ku janë mbledhur qindra qytetarë për të pritur intervistimin e kryetarit të komunës, zotrit Sami Lushtaku, por për të kuptuar nëse intervistimi ka nisur ende, unë pranë vetes kam zotrin Mergim Lushtaku. I nderuar, fillimisht faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. A mundesh më tregu nëse ka filluar ende intervistimi i zotrit Lushtaku deri më tani? Jo, nuk ka filluar, nuk kanë ardhur as policia hetuese nga Prishtina. Prandaj s'ka ardhur as baba im, kryetari i komunës së Skënderajt. A është e vërtetë që zotri Lushtaku ka refuzuar me shku me dhënë deklaratën në Prishtinë, siç është raportuar së gjatë ditës, edhe ka qenë në komunë në vendin e punës? Jo, nuk është e vërtetë se s'ka planuar të shkoj, por janë koordinuar që të ketë në Skënderaj, pasi që është më afër dhe sigurisht që nga fillimi është dhënë si mundësi, po ka pas disa keqkuptime dhe janë sqaruar, dhe nga fillimi kemi thënë se ku të marrim zyrtarisht ftesën dhe i përgjigjëm siç i kam përgjigjë çdo herë ftesës ndaj drejtësisë. Po shohim që ka qindra qytetarë që janë mbledha, mundesh më tregu si e vlerësoni mbështetjen e tillë që po ju japet? Neve Drenicës vazhdimisht na ka dhënë forcë, mbështetja qytetarëve të Drenicës na ka bërë bërgjle për me punu sa më mirë, sa më drejt, edhe sigurisht me pas një përgjegjësi publike edhe më të madhe ndaj vlerave që kena të përbashkëta. Kjo drejtim sigurisht që ne prandaj edhe çdo herë kemi përgjigj edhe ftesave të gjykatës, prokurorisë, sepse dëshmorët, invalidët e luftës, veteranët e luftës, i gjithë populli i Kosovës që ka vujt shumë për me ardhur ky shtet i lirë, i pavarur dhe sovran dhe demokratik, është për të përgjigjur ftesave, por sigurisht kur shohëm se po përdorën policia e Kosovës, njësia speciale, po politizohet për me demonstru fuqi politike në praktikë zgjedhjeve, sigurisht që po më dhe ka dhe protesta pastaj edhe më të mëdha dhe reagim më të madh popullor. A mundesh më tregu nëse dihet ende nëse janë nisë ose janë rrugës ekipet prej Prishtinës që po pritet me u bë intervistimi zotrit Lushtaku? Me ndjenjën time janë nisur. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.